Vëllezër dhe motra, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Unë jam Gjerasim Qiriazi, një dëshmitar i gjallë i mëshirës së Perëndisë dhe një ndër të parët që Zoti thirri për të ndezur dritën e Ungjillit në Shqipëri. Në fund të shekullit të 19, Shqipëria ishte një tokë e etur për të vërtetën. Populli u vuante nga mungesa e dijes, nga shtypja shpirtërore dhe nga mungesa e shpresës. Por pikërisht në atë kohë errësire, Perëndia nisi një punë të re. Ai ndezi një dritën e Ungjillit të Jezus Krishtit në zemrën e këtij kombi. Kur u njoha me fjalën e Perëndis, ajo më preku thellë. Zëri i Jezusit më ndryshoi jetën duke më thënë: Unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë. Zoti nuk më thirri vetëm për të besuar, por për të vepruar. Vendosa të përkthej pjesë nga Bibla në gjuhën shqipe, që çdo shqiptar të kishte mundësinë ta dëgjonte vetë zërin e Zotit. Së bashku me motrat e mia Parashevi dhe Sevasti Qiriazi, si dhe me vëllain tim Gjergj Qiriazi, bëm përpjekje të cilat u finalizuan me ngritjen e shkollave të parashipe, duke vazhduar me përkthimin dhe shpërndarjen e Biblës në të gjithë vendin. Kështu filloi lëvizja ungjillore në Shqipëri. Jo si një përpjekje politike, por si një zgjim shpirtëror, një frymëzim hyjnor për të ringjallur shpresën, dritën dhe dashurinë për Perëndinë. Ishte një lëvizje që bashkonte përkthimin e shkrimeve të shenjta me arsimimin, lirinë e ndërgjegjes dhe një dashuri të thellë për popullin shqiptar. Edhe pse hasëm pengesa të mëdha për ndjekje dhe për çmime, ne besuam në premtimin e shenjtë. Nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Por vëllezër, kjo thirrje nuk është vetëm për ne që erdhëm më parë. Krishti i tha: ju jeni drita e botës. Sot është rradha juaj. Sot, më shumë se kur, mos e fshini dritën, por shpalleni me guxim. Shqipëria ka nevojë për Krishtin. A do të jeni ju drita e tij?